Në vend që t'jap llogari për aferat e vjetra me sistemin elektronik të votimit, kreu i KQZ-s vijon pazaret me kompaninë holandeze Smartmatic, duke çelur tender të rinj pas përfundimit të zgjedhjeve për sisteme që janë paguar më parë. Fanfarat e përfundimit të votimeve janë shuar, por Ilirian Celibashi nuk ka mbaruar punë me tenderët. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 12 maj 2025 është shpallur një procedurë me fond limit 430.000 euro me TVSH për një sistem që supozohet të mbikëqyr pamjet filmike të qendrave të votimit dhe numërimit elektronik. Çuditërisht, kjo procedurë është përgatitur që në 2 maj, ndërkohë që procesi elektronik është mbyllur zyrtarisht që më 25 prill. Me fjalë të tjera, tenderi nuk i shërben më asnjë nevojë reale, është një sajes pas votimeve që i ngjan më shumë një faturë të vonuar për ndonjë favor të dakorduar më herët. Objekti i tenderit është shtimi i kapaciteteve për ruajtjen e pamjeve filmike dhe krijimin e një sistemi kërkimi, por këto janë funksione që duhet ishin të përfshira që në projektin fillestar të sistemit elektronik, për cilin janë harxuar 26 milion euro. Në këtë histori, rikthehet sërish emri i kompanisë Smartmatic International Holding BV, e cila ka marrë pagar tenderin 1.3 milion euro për përditësimin e të dhënave në Vorë dhe njësinë numër 11 Tiranë, zona ku u testua sistemi i ri elektronik. Për ironi, Celibashi as nuk publikoi rezultatin përfundimtar të votimeve në këto zona, për të cilat u paguan miliona. Duhet kujtuar se që në shtator 2024, SPAK deklaroi nisjen e një hetimi për 2 tender me vlerë 21 milion euro të vitit 2021, të zhvilluar po nga Celibashi me të njëjtën kompani holandeze. Me urdhër të Altin Tumanit, BKH mori dokumentet përkatëse, por që prej atëherë asnjë njoftim zyrtar, asnjë marrje në pyetje, asnjë transparencë. Burime nga brenda institucionit konfirmojnë se prokurorët e dosjes kanë bllokuar hetimin, duke i dhënë Ilirian Celibashit mundësinë që ta trajtojë këtë dosje si të varrosur përfundimisht, dhe për ta vulosur këtë karshillok institucional ndaj drejtësisë, ai nuk ndalet, pasi u hetua për 21 milion euro. Sot shpall një tjetër tender pas mbarimit të zgjedhjeve për 430.000 euro të tjera, gjithmonë me të njëjtin model, pagar me fond të plot, me të njëjtin klient të preferuar.